Rreth 28.000 nxënës kanë përfunduar sot ciklin e provimeve të arsimit bazë me testin e njohurive në lëndën e gjuhës së huaj. Nxënësit të cilët u testuan në anglisht thanë se ky ishte provimi më i lehtë. Më i lehtë ishte anglishtja, ishte nivel shumë fillestar dhe më i vështirë besoj matematika. Provimi ishte shumë i lehtë, ishte niveli A2, që është nivel shumë fillestar, s'kisha asnjë vështirësi, jo, as shokët e mi besoj se jo. Për mua ishte shumë i thjeshtë dhe besoj se gjithë nxënësit e kishin të thjeshtë anglishten. Më i lehtë ishte ky anglishtes. Nxënësit janë njohur edhe me rezultatet e gjuhës shqipe, për të cilën shprehen të kënaqur. Po, me provimin e gjuhës isha goxha i kënaqur, isha përgatitur shumë dhe me zy shumë kujdestare dhe vetëm, dhe mora rezultatin që besoj që meritoja. Ishte shumë të kënaqur se kisha marrë 10. Shumë i lartë se ç'mendoja. Domethënë ishin goxha nxënës që kishin marrë notën maksimale. Testimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë e gjysmë, ndërsa nxënësit janë paraqitur në qendrat e provimeve të paktën 1 orë para nisjes. Ata janë në pritje të rezultateve edhe për 2 lëndët e tjera, të cilat mund t'i marrin individualisht në shkollat përkatëse nga mësuesit kujdestar.